Përshëndetje të dashur shikues, ja tek jemi sërish së bashku edhe këtë të mërkur. Në këtë pjesë të emisionit, sot do të flasim për një temë që është shumë e rëndësishme, një temë në fakt që na prek të gjithëve. Do të flasim për kulturën e vozitjes apo sigurinë në komunikacion, diçka që në fakt, siç e thash, është shumë e rëndësishme, edhe është në fakt një temë që ka qenë është, por siç duket do të vazhdoj të mbetet temë diskutimi, do të vazhdoj të mbetet temë aktuale, duke qenë se aksidente të shumta po shohim që ndodhin çdo ditë, qofshin ato aksidente të cilat përfundojnë me fatalitet, por qofshin edhe aksidente të vogla të cilat ndodhin edhe në brendësi të qytetit. Pikërisht këtë temë do ta flasim sot për atë se sa kemi kulturë të vozitjes dhe çfarë duhet bërë në këtë drejtim për të përmirësuar kjo, sepse shpesh këto tema fliten mbas edhe në për televizione, edhe në për biseda të ndryshme tonat, por asnjëherë nuk merren masa të cilat me të vërtetë duhet për ta ndryshuar këtë situatë. Këtë temë unë do ta flas sot me zotin Agim Neziri, i cili është ekspert i komunikacionit, të cilin e kam këtu të ftuar në studio. Përshëndetje zot Agim, faleminderit shumë që jeni pjesë e emisionit ftesë në studio për të prekur pikërisht një temë kaq të rëndësishme. Faleminderit për ftesën, një falënderim i veçantë për juve Ilmie dhe mediumin tuaj. Besoj se sa do kudo do t'japim informacione sa i përket sigurisë në komunikacionin rrugor e në veçanti rinisë. Shumë e vërtet dhe shpresojmë shumë që këto diskutime të mos mbeten vetëm këtu, por të deportojnë deri tek shikuesit dhe me të vërtet të rrim ta mendojmë dy herë për atë se çfarë është duke ndodhur në vendin tonë dhe se si mund t'i parandalojmë në fakt edhe aksidente të shumta të cilat po ndodhin. Zoti Agim, ju thatë që keni nëse të hyjmë një herë në temë me numrin e aksidenteve, sepse aksidentet në vendin tonë gjithnjë janë në rritje dhe në fakt edhe aksidentet që përfundojnë me fatalitet janë gjithmonë në rritje. Nëse fillojmë sa u përket aksidenteve, për fat keq, të cilat mbarojnë me raste tragjike, sipas disa informatave që kemi marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme, gati në 3 vitet e fundit, domethënë vitit 2022, 23 dhe 24, në Maqedoninë e Veriut, aksidente të rënda kanë ndodhur 800 në bazë të statistikave. Fjalën e kam për aksidente të rënda, jo të lehta dhe të mesme. Për fat keq me 120 viktima, dhe me mbi 1500 të lënduar rënd, jo lehtë. Që është me të vërtet një trishtim për kohën e sodit, ku faktor kryesor, thash unë, për fat keq sjellja, mos respektimi i sinjalistikës që vinë deri në këto fatalitete. Shumë e vërtet, pra është një numër i madh për sa i përket vendit tonë. Sigurisht është një numër shumë i madh i aksidenteve, por edhe i viktimave. Ju e përmendët që vinë si pasojë e sjelljes kulturës së vozitjes. Si e vlerësoni ju në përgjithësi sjelljen e vozitësve në vendin tonë? Unë disa herë, edhe këtu te ju, edhe në për mediume tjera, kam potencuar se në 3 vitet e fundit në Maqedoninë e Veriut vozitet shumë keq. Këtë gjithmonë e potencoj. Për arsye se faktor në vëni dhe më thënë nivelli kulturës, mos respektimi i sinjalizimit horizontal vertikal, mos kompletimi i pajisjeve, vozitja e moshës rinore, dhe më thënë, të cilët nuk i përcen kushtet për marrjen e lejes për vozitje, janë një ndër faktorët kryesor të cilët për fat keq vim edhe deri te aksidente të cilët ndodhin në rrugë. Cilat janë gabimet më të shpeshta? Janë sigurisht këto që i përmendet, por ka edhe gabimet të tjera të cilat bëjnë në gjatë komunikacionit, sepse unë shpesh shoh edhe atë që e përmendëm në fakt dhe pak më herët teksa bisedonim, shoh vozitës të cilët asnjëherë nuk japin shenjë ku shkojnë në të majtën e të djathtë. Te këto mund të jenë edhe këto shkaqe të vogla që çojnë mbase ndonjëherë edhe në aksidente më të mëdha. Se pastaj do të flasim sigurisht edhe për pjesën e këmbësorëve, aksidentet që ndodhin. Sa u përket aksidenteve, me fakte duhet t'i përmendi se janë 5 faktorë kryesor të cilët të sjellin deri te aksidentët. Për shembull, në një kemi dukje jo normale. Domethënë nuk kemi dukje jo normale. Shpejtësia, kufizimi i shpejtësisë, kemi pastaj mos kujdesi i sjelljes në komunikacion, manevrimin e dobët, si dhe në 5 kemi humbjen e kontrollës, pa marrë parasysh vozicat a janë në ndikimin e alkoolit apo në ndikimin e pijeve narkotike. Për fat keq, që në kohë të fundit është dukshëm të shkuar në rritje. Që në fakt duhet të jenë rrepsisht sigurisht të ndaluara, sepse nuk mund të vozitet në ndikimin e alkoolit edhe drogës. Dhe për atë arsye, edhe kjo mos harrojmë ta potencojmë se mesatarisht gati çdo vit, aksidentet janë duke u rrit në përqindje mesatarisht 20% gati çdo vit, që është me të vërtetë një statistikë
jo e këndshme për ne. Pra kjo nuk është një situatë që shkon duke u përmirësuar me kalimin e kohës, edhe pse ndodhin aksidente të shumta, por në fakt përkundrazi po përkeqësohet si situatë, sepse ju siç e thatë, viteve të fundit edhe më keq po vozitet, në vend që të përmirësohet prej të gjithë rasteve që kanë ndodhur aksidenteve të shumta, situata po përkeqësohet dhe gjithnjë më shumë shohim vozitës të cilët janë të papërgjegjshëm në trafik. Po, për fat keq. Unë njerë fajtor dhe faktor kryesor se i përket kësaj problematike, unë të ndalem pak, ndoshta edhe do kritikoj Këshillin Republikan për sigurinë në komunikacionin rrugor, me të cilët deri para disa viteve kemi pas bashkëpunim me të vërtet mjaftueshëm. Mirë po vitet e fundit, gjithmonë i kam thirrë edhe kryetarin e Këshillit Republikan, se i kam pas kolege në fakultet, buxhet skemi për trajnime, nuk mundemi, a keni tja organizimin e garave, për arsye se kultura në komunikacion fillon prej fëmijërisë, nëse në shkollë fillore, mesëm mos flasim edhe në fakultet, prej shkollës fillore, nëse nxënësit nuk marrën gjëra elementare, sa i përket sjelljes në komunikacion, besoj se në këtë gjendje kemi ardhur sot. Për fat keq, unë Këshilli Republikan, plus edhe është mirë ta ulëmtoni edhe ju çfarë kuadri ka të zgjedh komisioni. Është mirë të hulumtohet si çështje sigurisht. Problematik. A luan një rol maksimal në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Po thoni domethënë që ato edhe pse ekzistojnë si institucion, le të themi, nuk bëhet puna e duhur për sa i përket edhe kësaj pjesës. E përmendet që domethënë duhet mësohet edhe prej fëmijëve. Mendoni që duhet vendohet edhe në sistemin arsimor pikërisht të ketë mbase edhe një lëndë veç për komunikacionin, le të themi, për të mësuar. Ja, unë do potencoj në komunën tonë Bogovinës. Ne si vjet në rrethin tonë organizuam gara për fëmijët që semafori që është. Mirë po veç me mjetet vetanake, u kemi dhënë ndihmë maksimale, si komunë mirë po në qytetet të tjera në mungesë buxhetit. Nuk bëhet. Edhe nuk bëhet. E kultura prej atje fillon. Po. Nëse duhet ta dije ngjyrat elementare të semaforit, ta dije vizbardhen. Po. Am kuptoni? Ta di ku të kaloj rrugën dhe ku të kaloj, ku mos kaloj, am kupton. E mbasande kur vin shkollë të mesëm, fakultet mos diskutojmë ne. Prej atje fillon domethënë kultura për të arritur në një farë maksimale. A për fat keq që ne kemi ngele. Fatkeqësisht po, nuk jepet le të themi edukimi i duhur edhe për sa i përket kësaj, edhe pse është një çështje që është shumë e rëndësishme, sepse bëhet fjalë për jetë njerëzish edhe bëhet fjalë për diçka shumë të rëndësishme. Zoti Agim, ne do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, më pas do të vazhdojmë sigurisht diskutimin për të parë pak a shumë edhe për sjelljet në komunikacion, mbas edhe si ndikojnë edhe institucionet në këtë pjesë. Do të shkëputemi për pak e rikthehemi në studio. Jemi rikthyer sërish në studio dhe flasim në fakt me zotin Agim Neziri, i cili është ekspert i komunikacionit, flasim për aksidentet e shumta që ndodhin në vendin tonë dhe për kulturën e vozitjes, sigurinë në komunikacion. Zoti Agim, unë dua t'ju pyes pak sepse sigurisht i folëm ato faktorët kryesorë të cilat sjellin deri tek aksidentet e shumta, por dua të pyes pak edhe për kontrollet në fakt edhe nga autoritetet, qoftë në Shkup, qoftë në qytetet e tjera, por sidomos në Shkup sepse shpesh ndodhin aksidente mbase nga trafiku i ngarkuar, ndodhin shpesh aksidente, qoftë aksidente të vogla, por qoftë edhe aksidente të mëdha. A mendoni se edhe mungesa e kontrolleve ose nuk ka kontrolle të mjaftueshme nga autoritetet e Shkupit edhe ato sjellin deri tek kjo kulturë në fakt që e kemi të vozitjes? Shumë fjalë me vend të Ilmir, kur flasim për kontrollet, ku përgjegjësia më e madhe, maksimale i bie Ministrisë Punëve të Brendshme, besoj se kontrollet duhet të jenë më të repta. E jo dënimet, për fat keq, atë ne është e kundërta. Dënimet janë shumë të mëdha e kontrollet, për fat keq, kontrollohen e sa arrihet qëllimi që të edukohen, am kuptoni. E mendimi ishte se Ministria e Punëve të Brendshme duhet të organizonte trajnime. Në bashkëpunim edhe me ne, pa marrë parasysh, jemi të gatshëm gjithmonë të japim maksimumin për të mbajtur trajnime, këshillime, duke filluar prej ciklit fillor, të mesëm e më lartë. Kontrollet, ne patëm një projekt e realizuar, mos përdor celularin derisa drejton automjetin, i cili pati me të vërtetë një rezultat pozitiv. Atë bëm në mënyrë vullnetare, mirë po i arritëm qëllimit. Gjatë incizimit dhe numërimit të komunikacionit, arritëm me të vërtetë në një pikë maksimale se sa do kudo t'i edukojmë. Pa marrë parasysh kush është pjesëmarrës. Mosha rinore, madhore, gjenia mashkullore ose femërore e kuptuan se me të vërtetë
celulari është një faktor numër 1. Shumë e vërtet, sepse shpesh ndodhim njerëz sidomos të rinj, të cilët duke vozitur janë duke përdorur telefonin dhe në një moment nuk shohin se çfarë ju del përpara dhe në moment të fundit mundohen që ta ndalojnë veturën, por që më pas mund të ndodhin aksidente të shumta. Si ka qenë mënyra e projektit, nëse mund na shpjegoni pak Mos përdor celular derisa drejton automjet. Keni pas, domethënë, e keni edukuar, ka pas ligjërata? Po, kemi mbajtur në mënyrë vullnetare ligjërata, domethënë me ciklet, me nxënësit tonë, edhe pse, thash unë, bashkëpunim, jemi për bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mirë po, kohë të fundit, diçka nuk është nuk bashkëpunohet aq sa duhet. Jo, se kemi mbajtur në ligjërata, më së pari në shkollat e mesme, në kontrollin e Ministrisë Punëve të Brendshme, i kemi vizituar krejt shkollat e mesme, ligjërata, disa ditore, 2-3 ditore kemi mbajtur. Jemi munduar maksimum të japim atë tonën, të marrin nxënësit i falë kulture, por, thashun, ku ishte të kontrola, do që të potencoj edhe se rol kryesor gjatë drejtimit, pa marrë parasysh në vendet urbane ose ndërurbane është edhe mbajtja e rripit të sigurimit, i cili është një faktor numër 1, i cili mund të shpëton edhe jetë. Pa marrë parasysh në çfarë vende drejtohet automjeti, a më kuptoni? Rripi i sigurimit është një faktor me të vërtet që luan një rol shumë pozitiv në sigurinë e komunikacionit. Shumë e vërtet kjo, por që shpesh anashkalohet. Domethënë, rripi i sigurimit, unë kam parë raste ku policia dhe kur e ndalon dikë që nuk e ka pas rripin e sigurimit, i ka vërejtur mbase i ka bërë vërejtje të tjera, por për rripin e sigurimit pothuajse sikur nuk është diçka që duhet bëhet. Anashkalohet shumë shpesh. Pse mendoni se ndodh kjo? Është bërë më tashmë një traditë që okay, unë nuk e vendoj rripin se jam brenda qytetit. Sidomos brenda qytetit, i shohin njerëzit që thot, okay, unë shkoj ngadalë këtu në qytet dhe nuk e vendoj rripin e sigurimit, por që në fakt me sa e di është me ligj kudo që të shkosh. Brej momenti që hinë në automjet, i obligum je, do me thënë, pike e parë është vendosja e rripit të sigurimit. Po jo veç para, po tash edhe pjesën e pasme të automjetit, ku ekzistojnë rripat, të obligueshëm janë prezent. Pra është me ligj edhe pjesa ku ka pajime përdorimin e rripit, pa tjetër janë udhëtarët të obliguar të vendosin rripin e sigurimit. Ajo është një pozitive për mbrojtjen tonë. E mos flasim për drejtuesit e mopedit, e biçikletave, të cilët me të vërtet vozitet në mënyrë drastike negative në qytetin. Dua të ndalim sigurisht edhe tek kjo pjesa, sepse këtë që e përmendet e thatë shumë mirë këtë pjesën prapa, për shembull në karriket e pasme të veturës, edhe unë nuk e kam ditë që është ligje që mund të dënohet. Në fakt e di që është që duhet vendohet. Unë të paktën vetë në rrugë të gjatë disa herë dhe më kanë qeshur njerëzit se vendon rrip të sigurimit kur ulesh pas, por që kjo është për siguri, por nuk e pas kam ditur që në fakt mund të dënohesh. Është me ligj që duhet vendohet, sepse e di që për 2 të parat, të karriket e para dënohesh, kështu që është një informacion që duhet ta dinë gjithë dhe kjo është mbi të gjitha për sigurinë tonë njërë, jo vetëm për dënimet. Në ligjin e komunikacionit, kërkoj ndjes, në ligjin e komunikacionit rrugor shumë saktë është po dëgjuar. Në ato automjete ku ekziston mehanizmi i rripit të sigurimit, patjetër duhet ata të cilët janë prezent të përdorin rripin e sigurimit. Kjo është për sigurinë tonë, sepse njerëzit gjithmonë e marrin, ta vendoj unë, ai se s'ka policia, se s'ka. Këto nuk janë ligje që janë vendosur për policia apo për dënime, po janë vendosur ligje për sigurinë tonë. Këto duhet në fakt ta kuptojnë të gjithë. I përmendet pak edhe për vozitësit e biçikletave, mopedëve, që shpesh ndodh që ka probleme, shpesh ndodhim një vozitës i veturës ka përplasur një person me biçiklet, shpesh ndodh ai që është, le të themi fajtori ndodh që është vozitës i veturës, por që ka raste edhe vozitësit e biçikletave nuk i din mbase të gjitha rregullat e komunikacionit që duhet t'ju përmbahen. Sa është e rëndësishme që të mësohen edhe për këto pjesë, sepse në komunikacion nuk janë prezent vetëm veturat, janë prezent të gjithë llojet e komunikacionit, siç janë biçikleta, mopedët. Vozitësit e biçikletave dhe të mopedet janë ndër personat cilët me të vërtet ndikojnë negativisht në komunikacion. Parashtrohet pyetja pse? Mos respektimi. Vozitja e tyre në drejtim të kundërt. Mos pasja e pajimeve, ku me ligj, edhe ato duhet patjetër se pësojnë dënime. Do të thonë këto rregulla për fat keq drejtuesit e mopedave dhe biçikletave nuk i respektojnë dhe vinë deri te aksidentet e mbas andaj fajtori janë vozitësit.
Për arsye se edhe në bazë të statistikave është ardhur në përfundim se gjatë krejt aksidenteve të cilët kanë ndodhur, pa marrë parasysh automjetet, mopedat, bicikletat, domethënë 95% fajtor janë vozitësit. Po, zakonisht ashtu përfundojnë, domethënë që edhe pse në raste të ndryshme mund të ketë që personi tjetër me bicikletë mund të ketë qenë problemi, por që vozitësi mbase merret si përfundim si fajtor. Edhe një faktor tjetër desha të përmendi sa u përket vizbardhave, kalimi nëpër vizbardha, këmsorët edhe këtë rregull nuk e dinë se mund të kalosh jashtë vizbardhave, mirë, distanca do të jetë më tepër se 100 metra, më kuptoni? E jo ku ti mdeket këmsorit. E mbas edhe vozitësi është fajtor, nuk mundet se atje ka një rregull. Mundet të kalohet, mirë, por nëse distanca mes vizbardhës është mbi 100 metra. Deri 100 metra je obliguar të vish në vizbardh. Por që sigurisht edhe ajo, por edhe që duhet të kontrollohet mirë, sepse shpesh shohim këmbësor që edhe kur nuk janë në vizbardha, janë larg vizbardhave, kalojnë në rrugë sikur kanë të drejtë për të kaluar në fakt, dhe ndodh pastaj edhe përplasja që mund të... Faktori që përmenda dukja jo normale, më kupton? Për arsye se këmbësori nuk mund të quhet këmbësor nëse lëvizet nëse është jashtë, për shembull në trotuar. Momentit kur shkelaj në rrugë ai llogaritet. Mirë, por gjithmonë vozitësit do të kenë një kujdes maksimal, për arsye se nuk e dim në çfarë gjendje mund të jetë fëmijë i plak. Gjendja varet shëndetësore si mund të jetë aty, për atë arsye edhe shpejtësitë e kufizuar duhet të respektohen, ku për fat keq për fat keq nuk respektohen. Këtë në fakt edhe desha të pyes sa respektohen edhe brenda në qytet, sepse shohim brenda në qytet, qoftë në Shkup, qoftë në qytetet të tjera, vozitet me shpejtësi shumë të madhe aty ku ka lëvizje të shumta. Shembull, unë marr sidomos te kjo pjesa në Çajirçane që është pjesa e Bit Pazarit këtu në Shkup, të paktën unë që e kam vëret, bëhet një trafik shumë i madh aty, ka edhe shumë këmbësor, ka edhe shumë lëvizje, por shpesh shohim vetura që vozisin shumë shpejt aty. Domethënë sa e rëndësishme është që edhe kjo të merren masa edhe për këtë çështje, sepse nuk mund të vozitet aq shpejt në një vend ku ka non-stop këmbësor, kalojnë non-stop njerëz. Po tash sa ndëgjojmë në përmediume, ministri i punëve të brendshme deklarohet se jep garanca për sigurimin veçanërisht në vendet urbane, ku me vendosjen e kamerave do të bëhet, besoj se do të ndikojë pozitivisht ajo, mirë po përsëri potencoj. Shpejtësia shumë dobët respektohet. Kemi rastet shumë tani, për shembull, të përmendim vetëm në Shkup në 3 vitet e fundit kanë humbur jetën 39 këmbësor. Vetëm këmbësor. Më së shumti kemi pasur rast në vitin 2023 dhe ku këmbësorët kanë humbur. Për fat keq që edhe këto analiza i kam marrë nga sektori i punëve të brendshme, ku vozitësi, edhe pse ka të kaluar shpejtësinë maksimale, do me thonë, është dënuar me burg 18 vite, ankesa, gjigje apelit, prej 18 vite, dënimi ja bie në 10 vite. Kemi fjalë. Kemi edhe rastin e Frosinës, mo diskutojmë tash, siç ndodhi. Do me thonë, kontrollet, kufizimi i shpejtësisë është një faktor numër 1. Edhe vozitja, thashë në gjendje të alkoolizuar, në ndikimin e pijeve psikonarkotike, por besoj se thashë... Po edhe përdorimi telefonave këtu? Telefonave potencova është një faktor nëmër 1. Përsëri do të potencoj rolin kryesor e luajnë trajnimet, seminaret. Tash dënimi më i afërt që tash do të funksionojë është 20 euro nëse folën telefonën vizbardh. Unë besoj se në aspektin financiar jam i sigurt se unë nuk besoj se do mbushet kasa në këtë mënyrë. Pra, mendoni që nuk duhet të jetë një vendim i tillë? Në bazë të standardeve që i kemi ne këtu në shtetin ton, dënimi 300 euro, 20 euro për shembull celularin vizbardh. Unë besoj se këtë segment se di unë, sigurisht ato ekspertët e tyre që i kanë atje kanë diskutuar, por dënimet janë mëdha. Dhe shumica gati 80% pagesa nuk i bëjnë. Ai më mirë pajtohet shkon në burg, se sa të bëjë pagesë se nuk mundet, e këtë qartë. Edhe me të vërtetë për standardin tonë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 20 euro dënim është për vizbardha. Për vizbardha, me të vërtetë. Mendimi im është, ndoshta gabojun. Po. Edhe megjithëse dënimet janë shumë të mëdha, përsëri njerëzit përsëri vazhdojnë të bëjnë problemet, gabimet e njëjta. Në fakt, edhe pse dënimet janë të mëdha. Kjo ndodh mbasi nga ajo që e thatë që nuk i paguhen dënimet. Dënimet nuk paguhen, mungesë e kulturës në komunikacion. Që është shumë e rëndësishme kultura në komunikacion. Kultura numër 1, thash unë. Problemi kryesor është duhet trajnime, seminare, udhëtarëve, veçanërisht pjesëmarrësve kombësorë t'u jepen vërejtje, me ato pastaj të mbajnë ligjërata,
A më kuptoni? Po. Të shqellohet kjo punë që të shkojnë 2 ditë, 3 ditë ligjërata, këmësorët, ato që përdorin celularin, e jo me njerë këmësorin ti të dënojsh 20 euro. Shumë e vërtet. Kjo është. Pra duhet të ketë një ndërgjegjësim, të sillet një edukim më i gjerë, të ketë ndërgjegjësim, sepse ndryshe nuk ka si të funksionojë. Dënimet janë, ekzistojnë, ligjet ekzistojnë, por që këto ligje shpesh nuk respektohen. Çfarë roli mendoni se luan edhe infrastruktura, sinjalistika, edhe për t'i shmangur mbas aksidentit? Edhe që e potencova në fillim, domethënë roli i sinjalizimit horizontal dhe vertikal është një ndër faktorët kryesor që ndikon në komunikacion. Mirë po, si e përmendit ju edhe infrastruktura rrugore, më varet shumë. Po. Kjo është një problem. Kemi infrastrukturë të mirë rrugore, apo e kemi problematike për sa i përket? Shqyqa, më themi se mesatarisht jemi as mirë, as keq, duhet përmirësime, a duhet bëhen më? Duhet. A kemi bën, as sa kemi pas mundësi, mirë po, rol maksimal duhet të japim në infrastrukturës rrugore, sinjalizimit horizontal, vertikal, shënimit të vijave, të cilat besoj se unë jo veç në Shkup, po edhe në qytetet tjera shumë pak duket. E vërtet. A më kuptoni? Po, kanë të bëjnë në base sepse ne shohim jashtë, në vendet e jashtme, sidomos në autostrada, apo edhe në rrugë të cilat nuk lejohet një shpejtësi në base shumë e madhe, ka, nuk e di si quhen ato, dhe më thënë, që dalin, janë të vendosura ato që e shohin shpejtësin, e masin shpejtësin, matësit e shpejtësis, dhe në bazë të atyre jepen dënime. Kurse këtu tek ne në fakt ende nuk e kemi atë sistem, ende dalin policët, por që në momentin që ne i shohim policët, dalet shpejtësia, sa i kalojnë policët, vazhdojnë prapë me shpejtësin e njëjtë. A mendoni që duhet të sillet një sistem më i ri, pak edhe më... Atë problematike potencoj edhe Ministri i Punëve të Brendshme, se do të ketë vendosja e kamerave, edhe tash veç në adres, vendosja e kamerave, besoj që do të jetë... Jo veç me këtë sistemin që ne i themi radar, më kuptoni, që bën matjen e shpejtësisë, përsëri ta potencoj infrastrukturën, aksidentet, për shembull që kemi ne në Tetov dhe në Gostivar, më tepër ndodhemi në rrugën Tetov-Gostivar, edhe pse disa e quajnë autostradë, për fat keq nuk është autostradë. Shumë e vërtet. Gjithmonë kam reaguar se nuk është autostradë, duhet të kuptohemi. Pa më pas shiritin ndihmës. Nuk mundet të potencojnë. Disa herë gazetarët e potencojnë. Në rrugën, në autostradën Tetov-Gostivar ka ndodhur ky aksident, ai aksident. Jo, nuk është autostradë. Shumë e vërtet, edhe mos flasim pastaj edhe për rrugën, se si në çfarë gjendje është ajo rrugë. Ajo është, për fat të keq, është në gjendje të mjerueshme ajo rrugë, dhe sa herë që të kalosh, aty ka gropa të reja që nuk e din prej nga ti presësh. Kjo është temë tjetër në fakt që përsëri duhet të diskutohet, kjo edhe një fatkeqësi tjetër. Duke qenë se jemi nga fundi, cili do të ishte një mesazh për atë se si mund të arrisim ndërgjegjësimin e qytetarëve për të qenë më të ndërgjegjshëm, më të përgjegjshëm në rrugë, në trafik? Unë para se t'jap mesazhin sa i përket problematikës, unë kisha pas një informat, informoj Ministrinë e Punëve të Brendshme, pasi tash ka fundi organizohen edhe mbrëmjet e maturës. Kisha apelu deri tek Ministria e Punëve të Brendshme që të me të vërtet kontrollet të jenë maksimale, duke pas parasysh se thashun niveli kulturës është shumë i dobët, prindët u japin vetura fëmijëve, dhe aksidente, kemi pas raste ku me të vërtet raste tragjike, shkon fëmija për të festu, jo të kthehet në atë kivolon. Këto janë me të vërtet. Asaj përket mesazhit tjetër për sigurinë në komunikacion, unë kisha dashur që sa më tepër të mbahen trajnime, këshillime. Të përdoret, se më parë në shkollimin fillor ekzistonte lënda për shenjat, nëse edhe ju kujtohet edhe juve, pasandaj e tërhoqën atë lëndë, futën informatikën, baza përsëri potencoj fillon prej fëmijërisë. Kjo ishte mesazhi. Shumë e vërtet. Kjo në fakt është një mesazh i mirë dhe ne shpresojmë shumë që çdo njeri prej vetes vet të fillojë të ndryshojë, çdo njeri nëse është çdo njeri i përgjegjshëm, do të jemi krejt të përgjegjshëm dhe kjo ndikon edhe për të mirën e të gjithëve. Zoti Agim, faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit Ftesë në studio, që ndatë edhe këto informacione, por edhe këto këshilla dhe mesazhe. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve, respekt. Shumë faleminderit.